Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të gatuajmë së bashku një tavë me patullxhan, një mënyrë pak ndryshe nga mënyra tradicionale e gatimit të tavës me patullxhan, por më besoni që nëse e gatuani në këtë mënyrë patullxhanin me perime të tjera, në fund fare tava do të dalë shumë e shijshme. Kjo është një nga metodat që unë e përgatis tavën me patullxhan për familjen time dhe vendosa që këtë mënyrë ta ndaj edhe me ju, duke qenë se avash futemi në stinën e ngrohtë edhe mund të gjeni patullxhan gjithandej në treg. Prandaj vendosa që këtë recetë ta sjell sot për ju dhe ta përgatisni për familjen tuaj, por edhe si një tavë të thjeshtë verore. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë do të përdorim patullxhan, speca, domate dhe mish të grirë. Ajo që do të bëjmë në fillim është pastrimi i perimeve dhe prerja e tyre në kubik me madhësi mesatare. Unë për këtë recetë kam përdorur 3 patullxhan të mëdhenj, të cilëve pas ju kam shuruar lëkurën siç e shikoni dhe në video, i kam prerë ata në kubik me madhësi mesatare. Sasia e përbërësve që do të përdorni për këtë recetë varet shumë nga madhësia e tepsisë që do të përdorni për përgatitjen e kësaj tave. Kam prerë gjithashtu edhe specat, kam përdorur në total 2 speca për këtë recetë. Gjithashtu në fund fare kam prerë edhe domatet. Edhe domatet do t'i presim në të njëjtën mënyrë që kemi prerë edhe perimet e tjera. Kur të gjitha perimet i keni prerë në kubik, tani do të bëjmë edhe pjekjen e tyre. Në fillim do të bëjmë pjekjen e specave dhe gjatë kohës që specat piqen, ne do të shtojmë pak krip tek patullxhanët. Dhe i trazojmë mirë patullxhanët dhe i lëmë në këtë mënyrë që të dalë pak ajo pjesa e hidhur dhe ne vazhdojmë me pjekjen e specave. Tani pjekjen e perimeve mund ta bëni në furr, duke vendosur të gjitha perimet në një tepsi dhe duke u shtuar pak krip dhe pak vaj sipër dhe i piqni në furr. Ose mund ta bëni duke i skuqur ato në vaj, ose nëse në shtëpinë tuaj keni një pajisje multi-cooker ose një pajisje air fryer, mund ta përdorni edhe atë për të pjekur perimet. Unë i kam pjekur në këtë mënyrë duke u shtuar perimeve pak fare vaj dhe pak krip dhe më pas kam bërë pjekjen e perimeve. Pasi kemi pjekur specat, tani në të njëjtën mënyrë do të bëjmë edhe pjekjen e patullxhanëve dhe gjithashtu do të bëjmë edhe pjekjen e domateve. Kur perimet i keni gati, pra i keni pjekur që të gjitha, tani do të përgatisim mbushjen. Tani do të përgatisim pjesën e mishit të grirë. Për këtë recetë unë kam përdorur 300 gram mish të grirë, të cilin e kam shtuar direkt në tenxhere ose në tigan, pra pa i shtuar yndyrë fare, duke qenë se mishi në këtë rast ka yndyrën e vet. E shtojmë mishin dhe i shtojmë vetëm pak ujë. Ujin ja shtojmë pjesë gjatë kohës që mishi gatuhet. Nuk ka nevojë për më shumë ujë pasi mishi lëshon edhe lëngun e vet gjatë kohës që gatuhet. Mishin e gatuajmë në zjarr mesatar dhe mishin do ta gatuajmë për të paktën 2 ose 3 minuta derisa të shikoni që mishi i gjithë ka ndryshuar ngjyrë. Në momentin që mishi ka ndryshuar ngjyrë, ka lëshuar dhe lëngun e vet në tigan, do të shtojmë edhe një kokër qep të grirë imët, gjithashtu mund të shtoni edhe 2 thelpinj hudhre së bashku me qepën. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku, derisa të shikoni që edhe qepa të filloj të zbutet. Dhe gjatë kësaj kohe do të shtojmë edhe erëzat që na duhen për këtë recetë. Unë zakonisht përdor krip, piper të zi dhe piper të kuq, përdor pak majdanos të freskët ose të thatë,
dhe një lugë gjelle me salcë speci. Të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku. Edhe kur mendoni që e gjithë masa e mishit është gatuar ashtu siç duhet, tani e kemi gati. Dhe tani që të gjithë përbërësit i kemi gati, do të vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Tani të gjithë përbërësit do t'i hedhim në tepsi, siç e shikoni edhe në video. Do të hedhim në tepsi perimet e pjekura dhe në fund fare edhe mbushjen që kemi përgatitur me mishin e grirë. I trazojmë të gjithë përbërësit në mënyrë që të përzihen mirë me njëri tjetrin. Dhe në fund fare, sipër do të shtojmë edhe një kavanos me domate. Për këtë pjesë mund të përdorni domate të shtypura, mund të përdorni pure domateje të gatshme, ose mund të përdorni një kavanos me domate të prera në copa, siç kam vepruar edhe unë në këtë rast. I përziem mirë të gjithë përbërësit. Mund të shtoni krip dhe piper të zi sipas shijeve tuaja, dhe tani sipër, po të doni mund ta lini kështu siç është, ose po të doni mund t'i vendosni disa perime të prera. Unë i kam shtuar domate dhe speca sipër. Dhe më pas, të gjithë tepsin e vendosim sipër sobës. Pra në fillim nuk do ta fusim në furr, por do ta vendosim në pllakën sipër sobës. Mund ta vendosni edhe mbi sobë që punon me gaz, por edhe nëse keni një sobë tjetër, siç e kam edhe unë në këtë rast. E mbuloni tepsin me një tepsi tjetër dhe do ta lëm tavën të gatuhet në këtë mënyrë për të paktën 15 minuta, ose derisa të shikoni që tepsia është mbushur plot me lëng nga lëngu që ka lëshuar perimet. Dhe tani tepsin do ta fusim në furr, por do ta fusim vetëm në pjesën e sipërme të furrës. Mirë është që furra të jetë e nxehur që më parë dhe do ta lëm tavën që të piqet në 220 gradë Celsius. Dhe do ta lëm tavën që të piqet në këtë mënyrë për të paktën edhe 10 ose 15 minuta të tjera, ose derisa të shikoni që edhe pjesa e sipërme e tavës është pjekur, gjithashtu edhe perimet në pjesën e tyre të sipërme kanë marrë atë ngjyrën e lehtë të pjekjes. Në këtë pikë mund të themi që tava është gati dhe mund ta heqim nga furra. Pra siç e pat edhe vetë, një metodë shumë e thjeshtë, por më besoni që është një metodë fantastike. Tava me patollxhane përgatitur në këtë mënyrë ka një shije fantastike. Ju ftoj ta provoni dhe nëse ju pëlqen, mos hezitoni të jepni kësaj video një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.